Përshëndetje! Sot do të flasim për kodin gjenetik të universit. A e ke pyetur veten pse disa njerëz shpërthejnë si vulkan, ndërsa disa të tjerë janë të ftohtë si akulli? Pse disa ndërtojnë perandorime djerës dhe të tjerë fluturojnë nëpër ide, pa i prekur këmbët në tokë? Sot do të hymë në prapaskenën e krijimit. Do të zbërthejmë 4 forca të mëdha që sundojnë botën, qysh nga kohë të lashta. Dhe këto forca janë zjarri, toka, ajri dhe uji. Kjo nuk është thjesht një ndarje shenjash, është kimia që ke në gjak, është mënyra se si dashuron, se si lufton dhe se si e fiton bukën e gojës. Në këtë video ti do të mësosh pse elementi yt të bën fitues ose të dështuar nëse nuk e kontrollon. Sekretin e madh të filozofëve të lashtë që mjekësia e sotme e ka harruar dhe mbi të gjitha, si të kuptosh brumin e personit që ke përballë pa thënë asnjë fjalë. Lart është zodiaku dhe ne po flasim me gjuhën e tij. Të fillojmë me pjesën e parë me shenjat e zjarrit, energjia që ndes universin. Dashi, Luani, Shigjetari. Ju jeni zjarri që nuk pranon hirin. Nëse bota do të ishte një makinë, ju jeni benzina. Pa ju asgjë nuk do të lëvizte, asnjë ide nuk do të bëhej realitet dhe njerëzimi do të rrinte ende në shpella duke pritur që diçka të ndodhte. Por zjarri nuk pret, zjarri shpërthen. Le të kalojmë tek psikologjia. Pse këtë shenja nuk rrin dot rahat? Zjarri është elementi i parë që u krijua dhe kjo ju bën instinktiv. Ju nuk mendoni si do të ndihet tjetri, apo a është të rrezik, ju thjesht veproni. Dashi është shkëndija që nis zjarrin, lideri që hidhet në sulm. Luani është flaka që qëndron ndezur, mbreti që kërkon adhurim. Shigjetari është rrezja e diellit që kërkon horizontin, filozofi që kërkon lirinë. Në karakterin tuaj nuk ka vend për gri, ose digjeni nga pasioni, ose jeni të ftohtë si akull, nuk njihni rrugë të mesme. Ndikimi dhe pushteti. Si i sundoni ju njerëzit e tjerë? Ndikimi i zjarrit tek njerëzit rreth e rrotull është magnetik. Kur një shenjë zjarri beson në diçka, ai i bën të tjerët të besojnë verbërisht. Ju jeni ata që frymëzoni turma të tëra. Jeni shëruesit e pesimizmit. Kur bota qan, ju jeni ata që thoni, çohu, se jeta vazhdon. Por kujdes, ky ndikim ka një kosto. Nëse nuk e kontrolloni dot këtë fuqi, ju ktheheni në Tiranë. Ju ndiqni çdo mendim ndryshe dhe bëheni aq impulsiv sa prishni me këmbë atë që keni ndërtuar me duar për 10 vjet, vetëm për një tek të momentit. Sekreti që nuk thuhet, frika nga hiri. Edhe pse dukeni sikur keni vetbesim të pathyeshëm, sekreti juaj më i madh është frika nga harresa. Një shenjë zjarri e ka tmerr të jetë mesatar. Ju keni nevojë të jeni të parët, të jeni më të mirët, të jeni në qendër të vëmendjes. Nëse një dash, luan apo shigjetar i ikën vëmendja, ai fillon dhe fiket emocionalisht. Kjo ju bën ndonjëherë të dukeni egoist, por në fakt është thjesht nevoja juaj jetësore për të shkëlqyer. Kimia me elemente të tjerë. Me ajrin, ju jeni çifti i ëndrave. Ajri ju jep ide, ju i ktheni në flak. Sa më shumë muhabet, ajër të ketë, aq më shumë shtohet pasioni juaj. Shenjat e ajrit janë binjakët, peshorja dhe ujori. Ndërsa me shenjat e ujit është lufta e vërtetë.
uji ju mbyt me entuziazmin. Ju thoni do të bëjmë këtë dhe shenjat e ujit thojnë, po sikur të dështojmë. Ky është momenti që ju ngrihen nervat. Shenjat e ujit janë këto: gaforja, akrepi dhe peshqit. Kalojmë tani tek pjesa e dytë, tek shenjat e tokës, arkitektët e realitetit dhe shtyllat e botës. Shenjat përfaqësuese janë demi, virgjëresha dhe brecjapi. Ju jeni kripa e lezetit e kësaj toke. Nëse zjarri është shkëndija, ju jeni vatra. Pa ju ide do të mbeteshin pezull në ajër dhe bota do të ishte një kaos total. Ju jeni që jepni formë, peshë dhe vlerë çdo gjëje që prekni. Kur të tjerët fluturojnë, ju jeni që numëroni tullat dhe siguroni bukën e gojës. Psikologjia e çelikt. Pse ju jeni kaq të fortë? Toka është elementi i materializmit. Karakteri juaj nuk ushqehet me premtime, por me rezultate. Ju nuk besoni te fati, por tek puna, rregulli dhe durimi. Demi është toka pjellore, këmbëngulja që krijon bollëk dhe bukuri. Virgjëresha është toka që punohet, logjika që gjen gabimin dhe e ndreq. Brecjapi është mali i lartë, ambicioz që nuk ndalet deri në maj. Në karakterin tuaj sundon realizmi. Ju nuk jeni pesimist, jeni thjesht shumë të zgjuar për të gënjur nga fjalët e bukura. Për ju, e dua do të thotë jam këtu për ty edhe kur gjërat shkojnë keq. Ndikimi dhe stabiliteti. Si e mbani botën në këmbë? Tokës tek njerëzit e tjerë është siguria. Ju jeni personi që të gjithë rrasin kur makina prishet, kur llogaria nuk del, ose kur jeta bëhet lëmsh. Ju jeni ankora e familjes dhe e shoqërisë. Ndikimi juaj është i ngadalë, por i pashkatërueshëm. Një shenjë toke nuk ndryshon mendje çdo 5 minuta, si ajri. Kur ju thoni po, ajo është e shkruar në gur. Por kjo forcë ka dhe një anë të errët, ngurtësimin. Ju mund të jeni aq kokëfortë sa të mbeteni të bllokuar në një situatë që nuk ju pëlqen, vetëm sepse keni frikë nga ndryshimi. Ndonjëherë bëheni aq materialist sa harroni se shpirti ka nevojë për ajër dhe jo vetëm për para në bank. Sekreti që nuk thuhet. Frika nga rënimi. Në atë anën tuaj serioze dhe të qetë, sekreti juaj më i madh është frika nga pasiguria. Një shenjë toke e ka tmerr të mos ketë kontroll mbi të ardhmen. Ju keni nevojë për një plan, për një kursim, për një shtëpi që është e juaja. Nëse gjërat dalin jashtë parashikimit, ju pësoni një tërmet të brendshëm. Kjo ju bën që ndonjëherë të kontrolloni çdo detaj të jetës së të tjerëve, duke u bërë mbytës pa e kuptuar. Kimia me elementet të tjerë. Me shenjat e ujit, jeni çift më i fuqishëm. Uji ju jep jetë dhe ndjenjë dhe ju i jepni ujit drejtim dhe mbrojtje. Bashk krijoni kopshte lulesh, veç e veç mbeteni shkretëtir ose balt. Shenjat e ujit janë gaforja, akrepi dhe peshqit. Me shenjat e zjarrit, këtu ka tension. Zjarri kërkon shpejtësi, ju kërkoni siguri. Zjarri thot hidhu, ju thoni ku janë shkallët. Nëse gjeni gjuhën e përbashkët, ju jeni ata që realizoni projektet gjigande. Shenjat e zjarrit janë dashi, luani dhe shigjetari. Kalojmë tani tek pjesa e tretë. Shenjat e ajrit, inteligjenca që lidh botën. Binjakët, peshorja, ujori, ju jeni fryma e lirisë.
Ju konsideroni si informacioni. Pa ju, njerëzimi do të ishte një grup individësh që nuk merren vesh me njëri tjetrin. Ju jeni interneti i parë i këtij planeti, transmetuesit e ideve, modës, teknologjisë dhe revolucionit mendor. Psikologjia e pakapshme. Pse jeni një hap përpara? Ajri nuk ka peshë, nuk kapet me dorë, por ndjehet kudo. Karakteri juaj ushqehet me logjik dhe kuriozitet. Për ju bota është një enigmë që duhet zgjidhur me mendje, jo me muskuj. Binjakët janë era lehtë e pranverës, mendja që fluturon në 100 drejtime. Peshorja është flladi që sjell ekuilibër, diplomaci dhe bukuri në komunikim. Ujori, stuhia e lartësive, vizioni që sheh të ardhmen tani. Në karakterin tuaj sondon liria. Nëse dikush përpiqet t'ju mbyll në një kafazë rregullash apo xhelozie, ju zhdukeni si tymi. Ju keni nevojë për hapësirë mendore, aq sa dhe për oksigjen. Ndikimi dhe fuqia e fjalës. Si i manipuloni rrethanat. Ndikimi i ajrit është intelektual. Ju nuk keni nevojë të bërtisni si zjarri për të bindur dikë. Ju përdorni argumentin, sharmin dhe buzëqeshjen. Ju jeni ata që zbuloni të rejat e fundit. Ndikimi juaj i bën njerëzit të mendojnë ndryshe. Ju jeni shkëndija që ndes bisedat më interesante në tavolinë. Rreziku, mund të bëheni aq ajror sa të humbisni kontaktin me ndjenjat e vërteta. Ndonjëherë dukeni të ftohtë, sikur po i studioni njerëzit si eksperimente laboratorike pa u përfshirë shpirtërisht. Sekreti që nuk thuhet, frika nga mbytja. Sekreti juaj më i madh është merri nga mërzitja dhe vetmia mendore. Një shenjë ajri e ka tmerr rutinën. Nëse jeta juaj bëhet e parashikueshme, ju filloni të vdisni pak nga brenda. Kimi të mirë kanë me shenjën e zjarrit, dashin, luanin dhe shigjetarin. Përse kjo dyshe është ideale? Zjarri ka nevojë për oksigjen, për ajrin që digjet dhe ajri ka nevojë për një qëllim, zjarrin. Rezultati aventurë, biseda që zgjasin deri në mëngjes dhe shumë pasion. Zjarri të jep guximin t'i bësh idetë realitet. Po me shenja të tjera, cila është kimia e vështirë? Kimia me shenjën e tokës. Toka kërkon rregulla orare dhe siguri, dhe ndoshta kjo ju duket si burg. Rezultati? Toka të rëndon këmbët dhe ti dukesh aty i papërgjegjshëm. Është lodhje reciproke. Ndërsa me shenjat e ujit, gaforja, akrepi, peshqit, uji është emocional, ti je logjik. Dhe rezultati ti nuk e kupton dot thellësinë e tyre, ndaj dhe të quajnë të ftohtë dhe pa shpirt. Kalojnë tek pjesa e fundit që është shenjat e ujit, thellësia që fshes sekretet e jetës. Gaforja, akrepi dhe peshqit, ju jeni shpirti i universit. Ju jeni elementi më i fuqishëm, sepse uji është i vetmi që mund të gërryjë edhe shkëmbin më të fortë dhe mund të fikë zjarrin më të madh. Ju jeni emocioni i pastër. Pa ju, bota do të ishte një makinë e ftohtë, pa art, pa dashuri dhe pa mëshirë. Psikologjia e thellë. Pse ju ndjeni çdo gjë? Uji nuk ka formë. Ai merr formën e enës ku futet. Kjo ju bën njerëz më intuitiv në botë. Ju nuk keni nevojë për prova logjike si ajri. Ju e dini të vërtetën sepse e ndjeni në stomak. Gaforja është uji i ëmbël i liçenit, mbrojtja, familja dhe kujtesa. Akrepi është uji i nxehtë i gejzerit ose thellësia e oqeanit. Pasion, sekret dhe rilindje. Peshqit janë uji i pafundëm i detit. Ëndra
spiritualitet dhe sakrifica. Në karakterin tuaj sundon ndjenja. Ju jetoni në një botë ku një shikim të thotë më shumë se 1000 fjalë. Nëse dikush ju lëndon, plagët tua nuk mbyllen kurrë plotësisht, sepse uji mban mend gjithçka. Uji ka kujtesë. Ndikimi dhe misteri. Si i kontrolloni energjitë? Ndikimi juaj është psikologjik. Ju jeni mjeshtrat e prapaskenës, ndërsa zjarri lufton ballë për ballë, ju lëvizni në rrym dhe drejtoni situatën aty ku doni pa u ndier fare. Ju jeni ata që shëroni shpirtrat të thyer. Ndikimi juaj është magnetik dhe shpeshherë magjik. Njerëzit ndihen të tërhequr pas jush, pa e kuptuar pse. Po cili është rreziku? Mund të mbyteni në emocionet tuaja. Nëse bëheni negativ, uji kthehet në tsunam. Mund të bëheni hakmarrës, të heshtur ose të mbylleni në një botë fantazisht duke praktikisur realitetin. Sekreti që nuk thuhet. Frika nga tradhtia. Sekreti juaj më i madh është ndjeshmëria e lartë. Një shenjë uji e ka tmerr të hapë zemrën dhe të tallet nga dikush. Prandaj krijoni guacka apo maska misterioze. Nëse ju thyen besimin, ju nuk bërtisni, ju thjesht ngrini dhe personi tjetër nuk ekziston më për ju. Për sa i përket kimisë, me shenjën e tokës, Demi, Virgjëresha, Bricjapi. Ky është bashkim natyror. Toka jep enën, që është siguria, shtëpia, besnikëria, që ti të mos derdhesh kot, dhe ti e zbut tokën me dashuri. Rezultati pjellori, një lidhje që ndërton perëndori dhe familje të pathyeshme. Janë të vetmit që nuk tremben nga lotët e tu. Kimi të vështirë keni me zjarrin dhe ajrin. Me zjarrin, sepse zjarri bërtet, ti qan, zjarri kërkon pasion, ti përqafim. Ti e fik entuziazmin e tyre me pasigurinë tënde. Rezultati luftë dhe avull. Digjeni nga pasioni në fillim, por shkatarroni nga zhurma e tepërt në fund. Ndërsa me shenjat e ajrit, binjakët, peshorja e ujori, ti kërkon thellësi, ato duan sipërfaqe. Kur ti ke një hall shpirtëror, ajri fillon të jep këshilla logjike, që ty të duken si thika në zemër. Rezultati mjergull. Ti quan ata të ftohtë dhe robot, ato të quajnë ty dramatik dhe të prapambetur. Nuk kapeni dot. Këto ishin parashikimet sipas shenjës tuaj. Cilës shenjë i përkisni? Elementit ujë, ajër, tokë apo zjarr?